Shqipëria po grumbullon euro nëpër banka me një ritëm të jashtëzakonshëm vitet e fundit. Depozitat në valutë për herë të parë në qershor kanë kaluar pragun e 10 miliardë eurove. Nga viti 2021, depozitat në euro janë shtuar me afërsisht 1 miliard euro në vit, gjë që vë në pikpyetje edhe forcimin real të lekut. Nga 5.4 miliard euro në fund të 2021, stoku arriti në 8.6 miliard në fund të 2025 dhe 9.2 miliard në qershor 2026. Por më interesante është struktura e depozitave në euro. Nga 9.2 miliard euro të depozituara, rreth 3.1 miliard janë depozita të transferueshme, ndërsa rreth 6.1 miliard janë depozita me afat. E thënë me fjalë më të thjeshta, to janë kursime dhe një sinjal i qartë që pavarësisht vlerësimit të euros në Shqipëri, individët dhe bizneset preferojnë që kursimet t'i mbajnë në euro dhe jo në lek. Po të bëjmë një krahasim me depozitat afatgjata në lek. Shohim se depozitat me afat në lek janë rritur vetëm me 24.9% nga 2021. Në të njëjtën periudhë, depozitat me afat në euro janë duplikuar me 105.3%. Diferencat tregojnë qartësisht që publiku e përdor lekun kryesisht për transaksionet të përditshme dhe likuiditet, por për kursime afatgjata vazhdon t'i besojë më shumë euros, pavarësisht normave më të larta të interesit që ofron leku ose forcimit të tij në kursin e këmbimit. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë gjithashtu se individët kanë një peshë shumë të rëndësishme në depozitat në euro, ndërkohë që edhe bizneset private kanë gjithashtu një stok të konsiderueshëm. Për shembull, në depozitat me afat, individët janë kategoria dominuese në shumë nga maturitetet. Asimetritë e fortë paraqet edhe përdorimi i monedhës kombëtare dhe euros në Shqipëri, ashtu si dhe rasti i depozitave. Leku parapëlqehet kryesisht për paga dhe shpenzime operative, gjë që e vërteton dhe rritja e depozitave likuide pa afat. Në të kundërt, euro përdoret kur duhet të blejmë prona apo të kryejmë blerje të tjera të mëdha.